Prokuroria e posaçme ka publikuar raportin e saj për vitin 2024, ku evidentohen arritje, por dhe sfida të vazhdueshme. Gjatë këtij viti, SPAK ka regjistruar 65 hetime të nisura, që shënojnë një rënje prej 7.1% krahasuar me vitin 2023. Megjithatë, raporti tregon se puna e SPAK ka vazhduar të jetë aktive me një numër të konsiderueshëm zyrtarësh të lartë në hetim. Konkretisht, 33 zyrtar janë hetuar, ndërsa 19 prej tyre janë dërguar në gjykat, një normë prej 52.9% të rasteve. Një tjetër tregues pozitiv është përdorimi i përgjimeve, ku 3096 pajisje telefonike janë interceptuar, një shifër më e ulët se vitin e kaluar, por që tregon ende një angazhim të lartë për zbardhjen e krimeve. SPAK gjithashtu ka identifikuar 16 grupe kriminale të rrezikshme, duke shfrytëzuar mjetet si Sky ECC për të zbuluar 9 grupe. Në aspektin e pasurive të sekuestruara, raporti tregon një rritje të dukshme me 47%, duke arritur një vlerë totale prej rreth 65.5 milionë euro për fshirë asete të sekuestruara dhe të konfiskuara. Kjo është një arritje rëndësishme, duke forcuar efektivitetin e SPAK në luftën kundër pastrimit të parave dhe krimeve financiare. Por përveç suksesit, raporti thekson edhe presionet që vijnë nga aktorë të jashtëm, si krimi i organizuar dhe grupe të caktuara mediatike dhe politike, të cilët përpiqen të ndikojnë në pavarësinë dhe integritetin e prokurorisë së posaçme. SPAK kërkon një mbështetje më të fortë dhe një reagim të koordinuar nga të gjitha institucionet për të garantuar vazhdimsinë e hetimeve të ndjeshme. Në fund, raporti konfirmon një rritje të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe një angazhim të shtuar për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke theksuar se edhe pse ka sfida, SPAK ka bërë përparim të dukshëm në mbështetje të drejtësisë dhe sundimit të ligjit.